Të burgosurit në burgun e Strugës kanë filluar gref urie. Kjo për shkak se, siç thon 13 të burgosurit që janë hedhur në gref, u është ndërprer fundjava në liri dhe dalja në obor për 6 muaj. Pa bërë asnjë shkelje, na është ndaluar e drejta për punë jashtë për shfrytëzimin e vikendit, si dhe dalja në obor për 6 muaj. Ne kemi filluar grevë urie derisa të pranohen të drejtat tona. Nuk na kanë lajmëruar pse nuk mund të dalim. Drejtori na tha ka ardhur vendim nga Shkupi, nuk mund të dal askush dhe na tha 6 muaj nuk keni të drejtë as vikend as për pushim as asgjë. Drejtori i burgut të Strugës, Ardit Mustafaj, hedh poshtë të deklarata dhe thotë se u është ndaluar vetëm e drejta e punës jashtë për shkak se nuk e kanë respektuar orarin. Janë ndërprer domethënë vetëm pjesa e kontratave të cilat të burgosurit të cilët ishin të angazhuar jashtë me punë. Por të burgosurit insistojnë se u janë ndaluar të drejtat e lartë përmendura dhe kërkojnë rikthimin e menjëhershëm të vikendeve, që për ta përfaqësojnë një nga të vetmet mënyra për të ruajtur lidhjen me familjet dhe për të mbajtur një nivel minimal të dinjitetit njerëzor gjatë kohës së vuajtjes së dënimit. Për të vizituar gjendjen e të burgosurve në teren ka dalë edhe zyra e avokatit të popullit që mbulon këtë rajon.